Më falë, kisha mujtë mi thonë veç prindve të mi, kërkuj asnjëherë. Kur jemi të suksesit dhe krejt arritjet e tua, kujt i thu faleminderit? Kuptohet. Prindve të mi, në radhë parë, edhe vllaznive, motrave, me krejt çka ata kanë pas mundësi, dikush ndryshe, po krejt e kanë dhënë kontributin e vetë për mua. Falemnderoj gjithmonë. Po jashtë suksesit tënd, kujt i kishe thonë sot një më fal edhe një faleminderit? Jashtë suksesit. Jashtë suksesit. Jashtë suksesit, më fal, kisha mujtë mi thonë veç prindve të mi, kërkuj asnjëherë. Po faleminderit. Faleminderit prapa tyne. Faleminderit për gjithçka që... Faleminderit për gjithçka që kanë bo për mu, dhe më falë për gabimet e mia që i kom bo, jo me vetije. Edhe pse ti për gabime nuk pëndosh, të relaksoj pak. Jo, po flasë për gabime në shta kështu ma... Por me çka nuk do bëje asnjëherë kompromis. Se sot jo marrë me qëllime me të intervistu si në gjykat. Që to kështë të këshirë, po... Nuk e dija njës, për momentin nuk s'muj me ta dhonë këtë përgjigje. Okej, hajtë se të presim herave tjera, pra. Okej, jam bën telefoni. A të kalojmë pak, nuk e di se sa është eksperiencë e bukur për ty, po deshta me kalu pak të eksperienca e Bikut. Sot. Ka kalu ko gjani ko, qysh e kujtan sot? Është një eksperienca ma e mirë, që e kom thonë çdo herë, sepse une kom thonë edhe ma herët që kom pa njerëz që nështë kur njëtën e përditshme nuk i kisha mujtë me i taku. Jo ata njerëz, po karakteret e tyne. Dhe kështu që une big mrena nashta jo më duk shumë e çuditshme sepse unë kom dashur veç me pas se çfarë njerëzve mundet me pas në jetë. Sepse nuk kom hi me fitu. Unë kom hi për një qëllim, për një kauz teme, kështu që veç ato e kom përfundu dhe nuk kom pas, qësh me thonë, dalë kur dalë se kom pas problemin atë. Po qysh ke ajo ko për ty? Sa ke vështirë me jetu me disa njerëz që ndoshta që marrët edhe nuk i ke njoft, sa ke vështirë me përballu presionin e mbylljes në atë shtëpim për ty, si e përjetove në ato momente, hyrjen tënde, si ishte fillimi, si vazhdoj pasaj? Interesant me jetu që pëtu me njerëz që nuk i ke njoft kur dhe karakteret e ty nuk e din asë se çfarë janë dhe në vazhdimsi nuk mund është një ditë hala. Po për mu ka qenë interesant, sepse une gjithmonë dëshira jam u konë që une me jetu me një që me thonë me një kalabllaka, po kupton njerëz. Dhe une se kom përjetu një jetë. Se une se kom përjetu atë kohën me gjyshe, me agjallare, ku ta di one.